E tash është momenti me hap lokalin më të ri edhe më të madh në Prishtina Mall. Tash me nënhopër 2 pikat më të reja të Friksit dhe Peperifikut në Prishtina Mall. Për Friksin është lokacioni numër 10 që është hap tash, kurse për Peperifikun është lokacioni numër 4. Është hera parë që një ambient kaq të madh dhe elegant është mbajtur të dy brandet bashkë. E veçanta këtij bashkëpunimi i dy brandet në një vend është për me ofru menu pak më të gjatë, edhe ushqime të shpejta, edhe restorante ekskluziv, edhe fast food. E veçanta e Peperifikut dhe Friksit është sepse në një ambient kaq të madh e kemi formuar edhe një kënd të lodrave për fëmijë nga 0 deri në 5 vjeç. Tani më ka startuar edhe me menyn e mëngjesit full, që është një meny që ja vlen me shiju të gjithë klientët tanë. Tash jemi me Beharin nga Friks. Behar, na trego se çka ka të veçantë Friksi. Friksi ka të veçantë sepse është njihet për patate, domethënë për patatën e skuqur. Përndryshe ka 26 produkte dhe një ndër më të shitunit është edhe Friks burgeri. Sidomos patatet domethënë neve që kemi edhe fitila. Domethënë një ndër më të shitunit edhe ata. Përndryshe i mirëpresim që të gjithë, kushdo që vjen e provon një herë, por s'po besoj që na ndron dhe që shërbehet me patate, me sosin sekret. Edhe çka sjell Friksi të veçantë në Prishtina Mall kësaj here? Friksi në Prishtina Mall sjell të veçantë shijen unike që e ka. Domethënë është gjithçka e parashikuar që të jetë bio. Përndryshe së fundi domethënë është edhe chicken pastën, sandwich i ftoftë, për ata që dojnë me hongër shnetshëm, edhe që e kam pauzën shumë të shkurt, është shumë i përdorshëm. Momentalisht ndodhemi brenda ambienteve të kuzhinës së Peperifikut, jemi me shefin e kuzhinës. Çka na ofron Peperifik në Prishtina Mall? Peperifik në Prishtina Mall ofron të gjitha llojet e ushqimeve. Duke janë nisur nga pjesa e kafës, ushqimeve, torteve, çajet edhe mëngjeseve. Çka ofrojnë mëngjeset, cilat janë ushqimet më të preferuara edhe çka do të sjell një risi Peperifiku në Prishtina Mall? Risia që vjen Peperifik në Prishtina Mall është pjesa e mëngjesit, e cila do shërbehet me 5 lloje të mëngjeseve. Që do t'ja filloj me supë, do kem 3 lloje të omletave, do kem pancakes, do kem krepa, do kem petulla, do kem edhe menemenin. Për çdo ushqim që merret në mëngjes, do ketë edhe çaj pa limit falas. Diçka interesante që dua të di është cili është një ndër ushqimet më të preferuara kur vjen fjala te Peperifiku. Cili është një ushqim që kërkohet edhe njerëzit me si presin vinë tash? 3 lloje të ushqimeve që kërkohen më shumë në Peperifik është chicken roll, është pizza Peperifik edhe pizza meatball.